Javë në kronikën e rregull të librit në Mirëmëngjesi Kosovë në televizionin publik të Kosovës të dashur. Lexuese dhe këtë javë ju e dini 5 vepra, 5 shtëpi të ndryshme botimi, 5 tituj. Romani Përtej emrit që ma vun. Goxha sfidues. Titulli, por edhe më sfiduese kopertina. Bujar Shala ka vendosur të vijë kështu me këtë zonjën me pelerin të verdh, me fustan të verdh, ndezur me një cigare. E të shofim, janë paragjykimet që nuk bien nga qielli, ato janë si hije që ndjekin çdo hap njeriut, shpesh pa e kuptuar. Për Albën, që është personazhi kryesor i veprës, ato hije kishin qenë të mbushura me zëra të çortushëm, me përfytyrime të rreme, me fjalë që nuk ishin thënë drejt për drejt, por që shpesh ndikonin më shumë se çdo akuzë hapur. Njerëzit flisnin për të, duke u mbështetur mbi atë që mendonin se dinin, dhe kjo e kishte bërë të ndiejë e vogël, e rrezikuar dhe e paqëndrueshme në çdo hap që bënte në jetë. Secili paragjykim ishte një sfidë e vogël por e vazhdueshme. Një shikim dyshues, një buzëqeshje e ftohtë, një fjalë thënë nën z, çdo gjë mund të kthente një ditë të qetë në një betejë të heshtur. Por çfarë thot Ekrem Kryeziu për librin, që është një roman interesant, ai thot kështu: Përtej emrit që ma vun shfaqet si një roman me bazë realiste, ku drama e personazhit nuk buron nga ngjarje spektakolare, por nga presioni i vazhdueshëm social dhe ekonomik. Besa shumë i rëndësishëm edhe për kohën. Vepra ndërton një kritik të heshtur ndaj shoqërisë që e mat vlerën e individit me para, me pamje dhe me status. Përmes zërit një vajze që kërkon të dalë përtej emrit që i është vënë, romani artikulon një temë universale, dëshirën e njeriut për dinjitet, për përkatësi dhe për të drejtën në një jetë normale, edhe ku realiteti e kufizon atë, kështu që do t'ju propozoja që ta lexoni Përtej emrit që ma vun Bujar Shala. Rruga e kthimit dhe tregimet të tjera, Alban Hajrushi, është një tjetër libër që ua propozojmë sot, nga Botimet Armagedoni, është i këtij viti patjetër, është një libër i ri. Rruga e kthimit dhe tregimet të tjera është një përpjekje serioze për të ndërtuar një univers prozaik të mbështetur mbi heshtjen, mbi mungesën, mbi pritjen dhe mbi kujtesën gjithashtu. Tregimet e këtij vëllimi nuk mbështeten në ngjarje të mëdha apo kthesa dramatike, por në mikrodrama të brendshme në të cilat emocioni zhvillohet qetë dhe ngadalë. Autori zgjedh situata të thjeshta por të ngarkuara simbolikisht, një pritje pafund, një rrugë që mbetet, një hije që nuk thehet, një vajzë pa emër, një plak, një shtëpi që hesht dhe të tjera simbolika si këto. Tregimet e tij sillen rreth vetmisë njerëzore, rreth ndarjes, humbjes, mallit për kthim dhe përpjekjes për pajtim me të shkuarën. E gjeni në çmimin prej 5 eurosh këtë libër, i lehtë për t'u lexuar, kudo që ju mund të udhtoni, shumë praktike dhe për ta pas me vete, Rruga e kthimit, sepse çdo rrugë, nëse je nisur, patjetër se do të çojë diku, por edhe të kthen pastaj aty ku shpeshherë duam ne, në qoftë se dim ta bëjmë mirë atë rrugën. Mirupafshim atje lart. Mirupafshim atje lart është një libër shumë interesant, Botimet Dituria janë ato që e sjellin, është bestseller. E gjeni në çmimin prej 15 eurosh në librari. Do të ndjeni indinjatën e autorit, kush përfiton vërtet nga lufta në këtë sagën e vazhdueshme të konfliktit në lindjen e mesme, mashtruesit, hakmarrësit dhe maskarejt. Mashtrimi i madh është sa politik aq edhe pikaresk. Është autori, shkrimtari bashkëkohor më origjinal dhe më i paparashikueshëm. Ky është një roman lufte, madje i pas luftës, një roman pa zot dhe pa dhe, që në përkëmb si të rënat dhe të mbijetuarit në luftë, një roman që përmbledh kuptimin thelbësor të thellë dhe makabër të 900-s, që është shekulli i masakrës së industrializuar me lotët e krokodilit nga pas. Me interesante, është histori që vërtet do t'ju mbajë mbërthyer. Unë e përmenda konfliktin në lindjen e mesme për arsye se jemi në këtë fazë, por kemi edhe agresionin rus mbi Ukrainën dhe vende ku po luftohet gjithandej nëpër botë, mallkuar qofshin ata që shpikën luftën, por ky është një prej librave shumë të rëndësishëm për këto që janë të interesuar për të lexuar histori dhe aktualitet, sidomos luftrat. Mirupafshim atje lart. Urdhri. Çka bëhet në luftë? I pen urdhra. Urdhrat mund të jenë shkatërruese, mund të jenë edhe paqësore, shpëtimtare, le ta themi kështu. Një thriller shpresdhënës në kohë trazirash. Ky kapitull i ri i aventurave i Gabriel Alonit meriton të jetë ndër më të shiturit, prandaj vjen edhe urdhri, autori
Ju e dini, Daniel Silva, bestseller gjithandej në përbot, është fituesi shumë çmimeve dhe autori 21 romaneve, të gjitha librat e tij janë vlerësuar ndërkombëtarisht dhe janë përkthyer me sukses në shumë gjuhë, më shumë se 30 gjuhë në botë. Kur ushtri ishte thuajse ora 1 pas mesnate. Kiara po lexonte një roman, ndërsa televizori kishte zërin tulur deri në fund. Zero, do me thënë. Në ekran po shfaqeshin pamje të drejt për drejta nga Bazilika e Shën Pjetrit në Vatikan. Gabrieli mori telekomandën dhe ngriti zërin u shtank. Një mik i vjetër kishte vdekur. Dikush pas ka dhënë urdhër. Kështu që nuk po a zbuloj të tërin, interesante për ta lexuar vetë, për ta zbuluar kërshërinë e të lexuarit një roman që të mban bërthyer, dhe më besoni nuk do ta lëshoni nga dora. Botimet Living janë ato që e sjellin urdhri. Hajde, botimet dia vinë me Emma. Ju besoj e keni vretur këto 2-3 epizodet e fundit të Mirëmëngjesi Kosovë. Padyshim edhe në të kaluarën, për këto 2-3 të fundit, ne jemi përpjekur që të sjellim libra për adoleshentët, për fëmijët pak më të rritur, ende pa mbushur 18. Kush është Emma? Është Emma Woodhouse, e bukur, me ndjem pret dhe e pasur, që gëzonte një shtëpi të rehatshme dhe një natyrë të hareshme, duke se kënaqej me bekimet e mira të jetës dhe kishte jetuar thuajse 21 vjet në botë, më shumë pak gjëra për cilat i duheshin dhe shqetësohej apo trazohej ajo. Ajo ishte njëra nga 2 vajzat e një babai të dhemshur dhe të dashur dhe si rrjedhoi martesës së motrës së saj. Kishte qenë zonja e shtëpisë që prej kur ajo ishte martuar. Nëna i kishte vdekur shumë kohë më përpara dhe ajo nuk zonte kujtime të qarta të përkujdesjeve të vogla të saj. Vendi i saj ishte zënë nga një guvernante e shkëlqyer që shumë pak e ndante nga një nën kur bëi fjalë për përkujdesje. Por hidhrimi nuk vonoi, siç nuk vonojnë hidhrimet, pikëllimet, trishtimet në histori të tilla, por shohim se çfarë luftarake është Emma për të mbijetuar këtyre stuhive që sjell jeta, kur ka një nën të vdekur, një baba që mund të marrë një grua tjetër më pas, një motër që ishte gjithçka për të dhe që u martua ndërkohë dhe ajo mbeti e zonja e shtëpisë. Interesant rrëfimi, lexojeni Emma, urdhri, miru pafshim atje lart, rruga e kthimit dhe përtej emrit që ma vun, kanë qenë veprat që unë dhe operatori Visar Saliu përzodhëm këtë javë për ju. Uroj të kenë pëlqyer. Ma thonë javës që vjen pastaj, cilin e keni lexuar nga këto, në qoftë se jo të pest. Mirupafshim.